Organizata e veteranëve të luftës antifashiste nacional shqiptare në Gjakov përkujtoi figurën e shquar kombëtare Bayram Curri në 101 vjetorin e rënies së tij. Aktiviteti përkujtimor u zhvilluar pranë lapidarit në Dragobit të Tropojës, vend që mbartë simbolik të veçantë historike për kujtesën kombëtare shqiptare. Në fjalën e tij, kryetari i degës së Organizatës së Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Shqiptare në Gjakov, Gazment Hoxha, u shpreh se Bayram Curri ka qenë dhe mbetet figura më e ndritur e luftës për liri, duke e cilësuar atë si simbol të qëndresës, trimërisë dhe sakrificës për kombin shqiptar. Bayram Curri ka qenë dhe mbetet figura më e ndritur e luftëtarit për liri. Faleminderit për këtë organizim dhe gjithmonë mbetet obligim edhe joni dhe juaj që bashkërisht Marsia e Gjakovës, Tropoja Bayram Curri i Gjakova duhet ta ketë shembull dhe ne bëjmë mendje figurën e ndritur të Bayram Curri. Me këtë rast organizua dhe një akademi përkujtimor kushtuar jetës dhe veprës së Bayram Currit si tribuni i vigjelisë dhe heroi i popullit, për të vlerësuar kështu kontributin e tij si udhëheqës popullor, strateg ushtarak dhe figurë e shquar e lëvizjes kombëtare shqiptare.